Tash du me ju tregu një histori. Fatmir Shehulli, duke e pas parasysh aktivitetin e tij pro-Serbis, edhe para kohës luftës, kishte qenë në listë për të vrarë nga Zahir Pajaziti, e shoku i tij Hakif Zeinullahu. Por si i kishte shpëtuar vrasjes nga heroi i kombit Zahir Pajaziti? Ka një histori. Në vitin 1996, Zahir Pajaziti dhe Hakif Zeinullahu kishin ekzekutuar Eyüp Baygorën. Më pas që të dy kishin shkuar në varrimin e Eyüp Baygorës. E në këtë ngjarje, një fjaleme kishte mbajtur edhe Maliç Shehulli, babai i Fatmir Shehullit. Maliç Shehulli ishte lideri i SPS-it, partisë së Miloševićit në atë kohë. Maliç Shehulli kishte mbajt një fjalem në varrimin e Eyüp Baygorës, ku kishte thënë se vrasësit e tij do të kapeshin e do të silleshin para drejtësisë. Eyüp Baygora ishte një udhbash. Pas përfundimit të kësaj ceremonie, Zahir Pajaziti bashkë me Hakif Zeinullahun kishin shkuar në shtëpinë e këtij të fundit. Aty ishte pyetur se si kishin kaluar. Dhe në atë ditë Zahir Pajaziti kishte thënë se Maliç Shehulli ja zuni vendin birit Fatmir Shehullit për ta vrarë. Ashtu kishte ndodhur. Maliç Shehulli ishte vrarë me 9 janar 1997 nga Zahir Pajaziti. Pak kohë më vonë, në një prit të organizuar, ishin vrarë Zahir Pajaziti, Hakif Zeinullahu e Edmond Hoxha. Kështë sa për me tregu pak lidhjet e Fatmir Shehullit me Serbinë, që kanë histori shumë ka herë.